Horizont, nga Leonard Koja, në windowradio.de. Mirë mbrëma, miq, mirë se u gjej dhe mirë se u ritakuam sërish në puntatën e radhës Horizont, këtu në Window Radio. Unë jam Leonardi, jemi live nga studio qendrore në Gjermani. Uroj që të keni kaluar mirë këtë ditë, këtë që një javë e mbarë dhe këndshme për të gjithë ju dhe për familjet tuaja. Dhe shpresoj që do ju kemi pranë valve të radios tonë për të qenë në puntatën e radhës Horizont. Window Radio të gjithë ju e dini ku mund të ndiqni, po unë do të përsëris sërish për të gjithë ata që janë të rinj në audiencën tonë. Mund të ndiqni përmes website-it zyrtar windowradio.de, është edhe muzik 24/7, po është edhe mundësia të lexoni informacione apo lajmin e fundit. Po ashtu jemi në platformat ndërkombëtare botërore TuneIn, jemi në Radio Box, si dhe jemi edhe në platformën e radiove shqiptare Radio Shqip. Në këtë platforma ju mund të shkarkoni aplikacionin dhe të kërkoni windowradio.de. Të gjithë ata që duan të ndjekin përmes Google, edhe në Google mund të kërkoni windowradio.de. Jemi edhe në faqen zyrtare të Facebookut të Window Radio. Po ashtu, për të gjithë ata që nuk kanë mundësi të ndjekin emisionin sonde live, nesër në orën 13 të drekës me orën e Evropës, do kenë mundësi të ndjekin emisionin në ritransmetim vetëm në radio, pra jo në Facebook. Po ashtu, mund të gjeni emisionin, si edhe të gjithë emisionet e kaluara, në faqen zyrtare të YouTube-it, Horizont Window Radio hapësirë.de. Pra këto janë mundësitë tona. Janë disa mundësi të tjera për të gjithë ata që kanë programet Android. Aty mund të shkarkojnë edhe Window Radio dhe mund të ndjekin përmes telefonit, kompjuterit apo pajisjeve të tjera. Sonde është fundjavë, e premte, 12 dhjetor 2025. Dhe të gjithë ju miq do ju kërkoja që të bëni shpërndarje të Facebookut, të faqes radios, që të kenë mundësi të na ofrojnë edhe miq të tjerë dhe dëgjues të tjerë për të ndjekur bashkëbisedimin tonë. Sonde unë kam një të ftuar të veçantë, vërtet është i veçantë dhe unë sinqerisht kam edhe emocione të veçanta, sepse është një person që ka një jetë me gazetari, me analiza dhe unë jam i ri në këtë profesion, por shpresoj që profesionalizmi i tij do më ndihmojë edhe mua që të më hiqen emocionet. Do përpiqemi të bëjmë një analizë të thjeshtë, me fjalë të thjeshta, aq sa të mundemi ne për të kuptuar për zhvillimet në Shqipëri, sepse Shqipëria jonë prodhon lajme ndoshta sa të gjitha shtetet e botës, sikur ne të ishim epiqendra e botës, ashtu prodhojmë lajme, por fatkeqësisht dhe jo shumë pozitive, sepse po të ishin lajme pozitive, do ishim të gjithë krenar. Atëherë, unë të ftuar sonde kam të veçantin, zotin Adriatik Riza Dosi, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti Dosi, mirë mbrëma. Mirë mbrëma Nardi, mirë mbrëma dhe të gjithë dëgjuesve të radios tuaj, dhe fillimisht ju uroj suksese për misionin fisnik që keni marrë për të drejtuar një radio që të flasi shqip. Shqiptarët më shumë se kur sot ka nevojë të dinë të vërtetën se ç'po ndodh me dheun e tyre, me popullin e tyre, me të nesërmen e tyre. Unë të jam mirënjohës që më nderove të jesh në emision me mua dhe duke patur parasysh që ju nuk jeni shumë i shpesh nëpër media, pra pothuajse që keni bërë një farë bojkoti nëpër media, por jeni shumë i zëshëm përmes rrjeteve sociale të mendimeve tuaja dhe kjo është një nder për mua që
ma pranuat ftesën dhe të jemi një bisedë së bashku. Kjo që thatë është e vërtet. Bojkotin që unë kam bërë ndaj mediave shqip folse, si që quaj unë, ka një arsye të vetme. Sepse unë median shqiptare, të shkruar, të dëgjuar, vizive e tjerë, e fajsoj si bashkëpunëtore të pushtetit dhe të regjimit kriminal që thundon sot në Shqipëri që nga 13 vjetë përpara. Kjo është arsye që unë nuk pranoj të bashkëpunoj me asnjë lloj media shqiptare, në mënyrë të veçantë të Tiranës. Ju kuptoj edhe është vërtet si thosh e dhimbshme që media shqiptare ka humbur forcën e pushtetit të vet, që duke qenë pushteti 4 ka humbur forcën. Është shërbetore e pushtetit. Në vend që të jetë forca e 4 politike në vend. Patjetër. Dhe të jetë pale popullit, jo e politikës apo e klaneve të tjera. Eksakt. Shiko, zoti Dosi, do filloj me një pyetje, ndoshta pak provokuese, po për të bërë pak nxemje. Kam vënë me fjalë sikur ju gjithë shumë kush me fjalë ka reaguar nga mënyrat më të ndryshme në rrjetet sociale apo në media për zhvillimet e fundit në Shqipëri. Por do të pyes direkt ju, jeni i zhgënjur apo i mashtruar nga përgjithësi politika shqiptare, por në veçanti nga opozita? Të dyja këto që thatë ju, plus edhe i tradhtuar. Jo vetëm unë, të gjithë demokratët, brenda dhe jashtë Shqipërisë dhe në mbar botën, sepse kemi sakrifikuar kaq shumë për këtë parti demokratike që në ditët e para të saj, sa askush tjetër. Dhe kur nuk e meritonim të na trashonte në këtë mënyrë. Firmatarët që dorëzuan listat për avokatin e popullit, për një klysh të Sorosit, si ai Shabani, nuk bën gjë tjetër, nuk firmosën thjesht listat, po për mua firmosën vdekjen e politike të PD-s. Ju kuptoj shumë drejt, edhe shumë i drejt shqetësimi juaj, sepse të gjithë ne që e shohim politikën pak ndryshe, na ka zhgënjur shumë ky lloj gjesti. Por do doja që të jemi prapë në të njëjtën linjë. A kemi opozitë reale apo brenda opozitës ka disa grupe që po e shkatërrojnë opozitën? Unë do të thoya që nuk kemi opozitë, nuk kemi PD dhe opozitë reale prej disa vjetësh. Saktësisht që prej atij viti kur Sali Berisha urdhëroi dhe komandoi, e përsëris urdhëroi dhe komandoi, dhe nuk e zgjodhi me votat e vërteta të demokratëve, në krye të PD-s një kukull të tij siç ishte Lulzim Basha. Dhe më njanoi, derisa e zhduku fare nga skena politike, një zot demokrat të vërtet siç ishte Oldashi. Që nga i vit, po doja po shkon çdo vit poshtë e më poshtë. Ka humbur jo vetëm disa lloj zgjedhjesh, por ka humbur mbi disa imazhin, autoritetin, përkrajen, seriozitetin dhe besueshmërinë tek demokratët e vërtetë të bazës. Ju kuptoj. Më vërtet është e dhimbshme sepse jemi në 2025 dhe që nga viti 2013 që Partia Demokratike doli në opozitë, vazhdimisht vetëm probleme, përçarje. Demokratët janë përpjekur në maksimum që të kapërdin shumë gjëra dhe edhe sot në 2025 thuhet fars, na e volli, hajduti etj. Por nga vjen kjo, zoti Dosi? Është një opozitë që ka egon, është leadershipi, janë grupet. Themi opozitë, themi Partia Demokratike, të kuptohemi, por do ta përdorim si term. Shiko, është një shprehje që thot populli, në më gënjefsh një herë mirë ma bën, në më gënjefsh për herë dytë është fajim. Partia Demokratike nuk është se ka humbur një palë zgjedhje 2 apo 3. Ka humbur zgjedhje lokale dhe zgjedhje kombëtare, një 10 gjithsej. Kështu që nuk shkon më, na i vodhi, na mashtroi, pagoi, i bleu, ti di që ai atë do të bëj.
Po ti çfarë bën? Ti çfarë bën? Ti e di që ai do përdori pushtetin. Ti e di që ai do përdori para. Ti e di që ai do përdori media, drejtësinë, se i ka të gjitha në dorë. Dhe që i ka Rama të gjitha në dorë nuk është merit e Ramës, është faji i opozitës. Opozita e ka bërë Ramën të jetë sot kaq e fortë. Një opozitë destruktive në plot kuptimin e fjalës. Një opozitë pasive. Zotëri humbe zgjedhjet. E ke me statusin e PD-s. Hap krahun, largo. Nuk shkon më. 13 vjet në opozitë i thuash prapë demokratëve na i vodhi Rama. Sa herë ke deklaruar që nuk do hym në zgjedhje me Ramën? Pse hyn? Janë thjeshta gjëra. Patjetër, por shiko, është vërtet e çuditshme se 2013 ose me fjalë ishte 8 vjet pushtet dhe që bërë një farë rregull në Shqipëri që mbas 8 vjetësh ka ndryshim politik, ndryshim pushteti. Në 2021 Partia Demokratike ishte shumë pranë fitimit të zgjedhjeve. Ndodhi ajo çfarë ndodhi me nëngratën e doktorit, nënshtatori i famshëm e më rrollën ngjarjet. A mendon që nënshtatori është ajo gjeneza, qeliza e fillimit të gjitha problemeve, sepse ndoshta Berisha po të tërhiqej dhe të merrej me problemin e vet, jo të përfshinte partinë, ndoshta do ishin në një situatë tjetër? Shiko, brenda Partisë Demokratike ka kohë që ka fraksione të ndryshme, dhe nuk është rastësi në ardhi që pikërisht nga Partia Demokratike kanë dalë më vete duke krijuar parti të tjera, qoftë Dash Shamir Shehi, qoftë Astrid Patozi, qoftë Bamir Topi, Josefina Topalli, deri i fundit Mysy Murizi, megjithëse për këtë fundin nuk kam një respekt veçantë, se të paktën është demokrati i vërtet dhe kurajos. Po, është një zë i fuqishëm. Duke pasur se Partia Demokratike ka fraksione të tilla ku dominohet, nuk e teproj fare të them, që dominohet nga ish komunist dhe nga soroist dhe globalist që po e shkatërrojnë dita ditës këtë parti, shpresën e vetme të shqiptarëve për demokraci, ka çuar më pas në ato problemet që ju sapo e tha. Shpallja e Berishës non grata ishte edhe kjo ishte një tradhti brenda PD-s. Sepse juve ju kujtojnë fare mirë kërcënimet e ish ambasadores amerikane në Tiranë, Urikim, që po nuk e pranuat non gratën e Berishës dhe do t'ju detyrojmë të hani barë. Si parulla e Enver Hoxhës. Dhe pseudo-demokratët që kishim në kryet PD-s dhe brenda PD-s, jo vetëm që pranuan non gratën e Berishës, por ngjarjet e më pasme treguan se pranuan të hanë dhe barin e Urikimit. A duhet të largohej Berisha nga PD-ja për të marrë personalisht me non gratën e tij? Ky është një problem që ha diskutim të madh. Por unë mendoj se në një farë mase Berisha e shfrytëzoi dhe po e shfrytëzon edhe sot e kësaj dite Partinë Demokratike për problemin e tij personal. Për të cilin nuk diskutuat se nuk do ta ngatronte me Partinë Demokratike. Dhe në fakt e ngatroi. Në shumë gjëra e ngatroi. Këto janë arsyet e pasojave që kanë rrjedhur më mbrapa në Partinë Demokratike. Shumë mbrojnë tezën se do mos jetë Berisha ne nuk e rrëzojmë dot Ramën. Unë do të them, me këto qëndrimet e fundit Berishës, Rama ju i bin tashmë të gjithë shqiptarë, duan apo s'duan, se ai do qëndrojë në pushtet deri ashtu siç ka thënë vet, deri sa të dojë ai vet, edhe derisa të mërzitet ai vet. Jemi ne që po e mbajmë Ramën në pushtet. Nuk po mban Rama në pushtet vetën. Ju kuptoj. Mua më çudit edhe fakti, sepse duke patur parasysh që brenda Partisë Demokratike janë figura, duke patur parasysh që ka njerëz shumë të zgjuar, jo thjesht militant, por më çudit fakti që ka humbur fare ajo fryma opozitare, ka humbur fare shpresa, dhe kjo është më tepër ndoshta dhimbshme. Dhe Berisha nuk bëri thjesht gabimin që e përfshiu Partinë Demokratike me problemin e vet. Por për mendimin tim, ky është mendimi im personal me fjalë, që bëri gabimin edhe në vitin 2025 apo edhe në vitin 2023, që të gjithë ata, sepse nuk harrohet 8 janari i 2022-shit, që ka qenë pika me zezë, mendoj.
Dhe gjithë ata që hapën luftë civile me njëri tjetrin, s'lan gjë pa thënë, dhe gjithë ata ishin në lista të mbyllura. Dhe nuk e di mi fjalë si e mendojnë këta popullin, militantin. Ke plotësisht të drejtë dhe ke vënë gishtin në një plagë që dhëm shumë. Kur Berisha ju tha demokratëve se është koha të pastrojmë shtëpinë tonë dhe të ringjallin Partinë Demokratike, ty besoj të kujtohet mitingu i famshëm në stadiumin e Air Albania, dhe prania e madhe demokratëve që erdhën me shpresë besim të plot tek Berisha dhe tek PD-ja, të gjithë menduan se vërtet do të fillonte një epokë e re për PD-n. Mbas masakrës që kishte bërë për 8 vjet në PD Lulzim Basha, që e shiti, PD-n shiti dhe kauzën e demokratëve. Jemi realist. Mirë po, kur historitë filluan të ngatrohen midis problemeve që kishte PD-ja dhe problemit personal që kishte Berisha me amerikanët, atëherë gjërat filluan të shkojnë keq e më keq. Nuk rindërtohet PD-ja dot me foltore, as me primare, as me fjalime, as duke thirrur demokratët në shesh, për të cilët kam respekt të veçantë në mbar Shqipërinë dhe në mbar botën, kudo që janë. Duke i bërë xhiro, duke ngritur dy gishtat lart, duke kënduar himnin kombëtar, e duke quar mbrap në shtëpi edhe duke thënë miru pafshim në takimin e nesëm. Nuk rrëzohet qeveria kriminale e Tiranës me këto forma. Këto janë forma të Dala Boje dhe është turp të përmendë sot në vitin 2025. Rrëzimi i qeverisë kriminale do aksion politik. Rrëzimi i qeverisë kriminale kërkon aksion politik. Rama dhe banda ti kriminale nuk rrëzohen me të tilla forma, por rrëzohen vetëm ashtu sikur se erdhën në pushtet, me dhunë. Kuptoj, po shiko, nëse ne themi Basha se të kërkoj ndjes, mi vendosha që po bëllon ka shumë ndërhyrje, por nëse themi që Basha e shiti kauzën, mendoj që kjo është shitja, ky bashkëpunimi i Berishës me Ramën është që në 2008, ajo është mendoj është pika famkeqe e komplet kësaj loje politike, pushteti, etj, pra duke patur parasysh ndryshimin e kushtetutës. Filloi që me ndërhyrjet në kushtetut, e deri tek forma e zgjedhjeve dhe tek listat e mbyllura. Këto janë 3 gabimet fatale dhe bashkëpunimet e fshehta të Berishës me Ramën. Sepse nuk mendoj sikur po e thoni ju që Rama është në pushtet për hir se është Rama, apo për hir të një politike të mbar, apo të një rritje ekonomike etj. Por është vetë Partia Demokratike ose kupola e Partisë Demokratike që këtë qeveri mban në pushtet. Është inekzistenca e Partisë Demokratike dhe opozitës që Rama sot është në pushtet. Rama ka gjetur shesh dhe po bën për shesh. E thënë pari Shqip. Eksakt. Është shiko, sepse është vërtet një situatë e tensionuar dhe për të gjithë ne që e shikojmë politikën pak më drejt dhe nuk kemi asnjë lloj favori apo asnjë lloj lidhje me politikën, por thjesht duam më të mirën për vendin tonë, kjo është e dhimbshme dhe mund bën diçka çudi zoti Dosi. Ne vazhdimisht themi regjim, Rama vendosi regjimin etj. Po me popullin çfarë po ndodh? Çfarë po s'ka frym, nuk ka ngritje, nuk ka lëvizje, nuk ka kërkesë, ku diun, ka humb ajo shpirti. A di pse, sepse populli, siç ja thash 5 minuta më përpara, populli është tradhtuar disa herë. Është gënjur disa herë. Me popullin janë tallur si ka dashur, dhe ai popull qoftë që pas ka qenë kaq i durueshëm, dhe ai popull është atrofizuar, normalisht që është atrofizuar. Sepse e gënjen një herë, e gënjen 2 herë, është si puna sa që ti e di atë historinë që doli një fshatar në pyll dhe tha ujku i erdhi gjithë fshati për ndihmë. Kur doli herën e dytë, e tha ujku dhe ujku i doli vërtet, nuk e shkoi asnjë dhe ujku e hëngri e sjell. Kështu është kjo histori. Popullin e ke gënjur dhe normal që nuk të ndjek më si në fillim, ty të kujtohen ato mitingjet e famshme kur ne mbushnim sheshet me nga 100.000, 200.000 vetë. Në kujtohet vjetorin 90-s në qytetin Studenti, që gjithë populli i Tiranës ishte atje, ishte gjithë Tirana atje.
ty të kujtohet kur Ilir Meta harram me pas, edhe mirë t'i bëhet atje ku është. Na thiri në shesh, unë isha këtu, po thiri shqiptarët në shesh dhe i shkuan 150.000 veta. Dhe i tha, shkojmë që tani i bëri thiri popullit brenda parlamentit dhe ti nxjerrim për jashtë ata maskarejnë. Dhe ul puthi flamurin, puthi kushtetutën dhe gënjell. Po jo vetëm Ilir Meta. Këtë gjë ka bërë Lulzim Basha kaq vjetërisht. Dhe jo vetëm Lulzim Basha, këtë gjë po bën Berisha kaq vjetërisht. Dhe populli po e gënjeve, po e trajtove kështu, normal që nuk do të ndjeki, se nuk ka popull budalla në botë. Ka popull të mirë trajtuar, ka dhe popull të keq trajtuar. Këtu është problemi. Shiko, duke pas parasysh Partinë Demokratike dhe duke pasur parasysh disa aleanca që sinqerisht janë të çuditshme dhe unë do të cekja diçka me ju. Mendoj që një gabim i madh, për mos thënë faj, u bë që nuk u bë shembull Ilir Meta me videon e drejtar Priftit në 2011, më shoh gabim. Bravo. Sepse po do merrte një shembull aty, ndoshta nuk ishim duke folur të tilla gjëra sot. Dhe ai ishte i pari që i doi dhënë drejtësisë. Kishte fakte kokforta me video, me kaset, me përgjime, me çdo gjë tjetër. Eksakt. Por Berisha e toleroi, bëri aleancë të fshehtë me Ilir Metën dhe pak vite më mbrapa Ilir Meta rrëzoi Berishën, bëri aleancë të fshehtë me Edi Ramën dhe urdhëroi peshqeqin që kemi sot në krye të Shqipërisë. Pistliku midis Metës, Ramës dhe Berishës. Sepse duhet t'i themi ca gjëra, sepse ne merrim vetëm me analizën e ditës, por që të vishte një pasojë ka një shkak. Dhe ne do të merrim pak me këto shkaqet për të bërë një analizë të mirëfillt, sepse edhe çadra në 2017 mendoj që ka qenë përveç se themin e ushit nga Basha te Karama bën pak bashkë etj. Por ushit se Basha pranoi marrëveshjen e fshehtë me Ramën dhe pranoi të fuste 3-4 ministra në qeveri, apo harrove? Po patjetër, dhe me kryeministër Ramën. Dhe direkt nga çadra u zgjodh Meta president. Mendoj që edhe këtu ka pasur një lojë. Dhe pastaj çadra na zuri brenda. Kjo është historia. Është vërtet dhe nëse vim në kohë kemi sërish pra në 2019 dogjen mandatet Basha me LSI-n asaj kohe, në 2022-shin, më qofsh gabim në zgjedhje të parakoshme që hyri Berisha me logon e Metës, në 2023-shin po ashtu, në 2025-ën si thosh në koalicion bashk në lista të mbyllura kandidaturat e Metës, mendoj që Nardi, me që e hape këtë histori të mandateve të braktisura nga PD-ja. Shumë kush e ka quajtur gabim politik. Unë për veten time kam qenë për braktisjen e parlamentit dhe për dorëzimin e mandateve nga PD-ja. Pse? Sepse ka një fjalë të urtë populli jon, por shumë domethënëse. Mos shko të ulesh në një vend ku nuk të dëgjojnë dhe nuk të respektojnë. Përse duhet shkonte Partia Demokratike dhe deputetët e PD-s në atë lloj parlamenti, kur as i pyeste njëri dhe vota e tyre në çdo lloj zgjedhjesh apo votimesh nuk kishte asnjë lloj rëndësie. Unë i kam shkruar Berishës, i kam shkruar dhe Bashës në atë kohë, sepse gjatë gjithë këtyre viteve edhe pse jam në migracion, edhe pse jam kaq larg nga Amerikë, kam mbajtur kontakte të afërta me krerët e PD-s, me demokratë vërtet PD-s, me kolegë të mirë, të cilët fatkeqësisht kanë ngelur të pakët numër. Dhe i kam thënë, hapi tjetër i juaj mbas braktisjes ose dorëzimit mandateve, si po e themi, është qëndrimi brenda parlamentit në grevë. Kjo është sakrifica që do të bëjnë deputetët e PD-s për PD-n dhe për demokratët që ju kanë dhënë votën. Atë do të rriqe një vëmendje madhe ndërkombëtare dhe gjërat do kishin rrjedhur krejt ndryshe. Ata nuk e bën. Është një analizë shumë e qartë dhe po të ishte ashtu, sikur ju e pasini thënë, do ishte një bombë pozitive dhe ndoshta do kishim demokraci sot në Shqipëri. Do kishin ndryshuar gjërat 100%, sepse gjithë opinionin ndërkombëtar do të ishte me vëmendje në Tiranë.
Po Dhe patjetër. nuk është kollaj të hyjë një opozitë e një shteti të hyjë në grevurie. Do thotë të rëndisi botën demokratike nga themelet. Këta nuk e bën. Dhe nuk e bën sepse kishin pazaret fsheta me njëri tjetri. Unë e theksoj, kam qenë për braktisjen e parlamentit nga deputetët e PD-s. Sepse ta thash, kur s'të dëgjojnë, kur s'të respektojnë dhe kur nuk vlerësojnë, përse duhet të rish. Jo, pa diskutim. Por, ishte fatkeqësi që në kryet PD-s ishte Lulzim Basha. Më duket se këtu fatkeqësi janë një pas një. Nuk mendoj që është thjesht një individi, sepse Jo, nuk është një individ. Shiko, zoti Dosi, çmendet kryefamiljari. Çmendet. Tani si do të bëjnë familja, fëmijët, gruaja. Pra, o çmend kryetari. Po këta më duket se janë gjithë të çmendur, ose janë gjithë në një fjalë dhe vetëm gjejnë një individ për Tiranë, por ama këta janë gjithë për të larguar, mendoj unë. Në këtë që thua ti vlen të rikujtoj një shprehje madhështore, nuk është shprehje, është një poezie, vargje të një poezie Drita Roagollit ku thot në mënyrë brillante, në vendin tim e në vendin tënd, një çmendur çmend krejt një vend. Eksakt, e vërtet. Kjo është. Po, shiko, Më bukur se kaq nuk ka ku ja, thua. nuk ka, jo, është brillante që i përfshin të gjitha. Por që mos të ngjelim shumë tek e shkura, të afrohemi pak, sepse, normalisht në përpoqem të cekim disa shkaqe, sepse asgjë nuk vjen pa shkak, asnjë pasojë nuk lind pa shkak. Dhe këto janë shkaqe pafund, sepse pa dash me shkudh ke 90-ta të ato protestat tuaja dhe të ato grevat tuaja që sollet pluralizmin, sollet demokracinë. Dhe ja më kujtua, meqense jemi vetëm 4 ditë nga 35 vjetori i 8 vjetori. Zoti Dosi, nëse kthesh mbrapa, atëherë thoni duam Shqipërinë si Evropa. Sot si ndjeni sot që Shqipëria jo se s'është si Evropa, por më duket se është keq e më keq. Shiko, për që realist, por edhe i thjesht dhe modest në këtë që do them, unë i përkas demokratëve të orëve të para, që ditën e parë, orën e parë, po të them, që shpërtheu qyteti studenti, unë kam qenë atje. Unë kam banuar në lagjen Alidemi, në Tiranë, jetë e mot, dhe nuk e kisha shumë larg qyteti studenti, i bie shkurt nga fusha Alidemi, dili direkt në qytet studenti. Kam thirrur me 10 djemë të rinj të lagjes time, të cilët më janë përgjigjur. I nderoj dhe respektoj dhe sot e kësaj dite. Thjesht kemi bërë detyrën dhe asgjë më tepër për t'i rënë gjoksit me grusht, si qytetar të atij vendi kemi përkrahur me të gjitha mjetet, me të gjitha mundësit, grevën e studentëve, e më bëhen që çojnë ato ngjarje në krimin e Partisë Demokratike etj. Jam pishman për shumë gjëra që rodhën më pas. Nuk fajsoj demokratët e vërtet. Nuk fajsoj qytetarët e Tiranës dhe as gjithë Shqipërisë, të cilët kanë sakrifikuar shumë për PD-n dhe në mënyrë të veçantë për Berishën. Por më vjen keq për një gjë, që idealet e dhjetorit u tradhtuan në mënyrën më të turpshme. Sepse në krijimin e Partisë Demokratike, unë kam qenë me 10 herë në selin e tyre, dhe kur kam parë se kush hynte, kush dilte, persona që thash kam jetuar gjithë jetën time, kam lindur e më rritur në Tiranë, ndërsa kam emigruar në Amerikë. Persona që kishin punuar një jetë të tërë për sigurimin e shtetit, në Ministrinë e Brendshme, spiun, kriminal, prokuror, hetues, gjyqtar, avokat të komunizmit dhe diktaturës, unë i kam parë për vite me radhë që hyrin në dilin në stelin e Partisë Demokratike. Dhe mbaj mend, një herë kam thënë Azem Majdarit kur po pinim një kafe, kelionishtja përballë celisë Partisë Demokratike afër parlamentit. Po pse më Azem thash? Për këtë u ngritëm me? Për këm thamu? Për edhe i drejtova dorën për ja 3-4 vjet që po vinin. E di kush janë këta, tash jo tha nuk i njoh. Sa Azemi ka qenë nga Tropoja, nuk ka qenë nga Tirana. Unë kisha një tjetër, kuptohet. Edhe i thash, kështu. O, tha i ra tavolinës me grusht.
por mos u revoltohet tash se nuk janë vetëm 4, ti ke 300 si punë e kyre brenda në seli. Kështu që Partia Demokratike u minua nga brenda. Këta shumë fajsojnë Ramiz Alin, Katovicën, më the, thash, janë shumë gjëra. Patjetër, është një... Partia Demokratike nuk vazhdoi mbas rebelimit studentor të 90-s, nuk vazhdoi asnjë hap të përbashkët me revoltën e studentëve, me kërkesën e shqiptarëve për liri, demokraci, për fund diktaturës, për fund të sistemit të regjimit komunist, edhe për të vazhduar më pastaj tek prona, tek liria fjalës, tek demokracia e vërtet, pa që nevoja të bërtisnim akoma e duam Shqipëri si gjithë Evropa, në mes të Evropës ishim. E duam Shqipëri si gjithë Amerika, Amerika nuk do vinte të mësonte. Erdhi Baker dhe tha në mes Tiranës, liria sjell rezultate, mesazh më të qartë se kaq nuk ishte. Absolutisht. Ne vazhduam të shkojmë nga mbrapa dhe t'i besojmë xhaketave të këtyre, pardesy bardhe, të cilët e kishin marrë misionin e tyre prekosh, dhe ne nuk dinim asgjë. Jemi zhgënjur dhe tradhuar shumë herë gjatë këtij rrugtimi, sakrificash të mundimshëm, por dhe të rënditës. Besoj se zhgënjimin më të madh e keni, sepse unë në 90 kam qenë adoleshent, me fjalë dhe nuk është se i mbaj mend shumë, thjesht çka kemi lexuar mbrapa, por besoj se zhgënjimin më të madh e keni sot në 2025-ën, 35 vjet mbrapa. Mirë se nuk besoj, me sa kam njohur unë, nuk ka sot të dhjetorista, flas në kupol të Partisë Demokratike, por besoj që sot jeni më shumë të zhgënjur, sepse ndoshta atëherë nuk e keni ditur, sepse se kemi njoft në demokracinë, se kemi njoft botën për drejtë, ishte rrugë pa shkelur, bën gabime, por unë do mendosha që deri nga vitet 2000 edhe mund të tolerohen gabimet që janë bërë. Sepse kemi qenë totalisht, si po thotë vetë, rrugë pa shkelur. Përpara se Rama më falçat ndërpreva, përpara se Rama të vinte në pushtet, qeverisja e dytë e Partisë Demokratike ka qenë më e mira në historinë e Shqipërisë së pas viteve 90. Këtë duhet ta them. Flisë për 2005. Po, deri para se të vinte Rama në pushtet. Nuk kuptoj. Se në qeverisjen e parë Partia Demokratike ka bërë gabime të mëdha. Në qeverisjen e dytë ka qenë qeverisje më e mirë, me plot fjalë demokratike e Shqipërisë post-komuniste. E vërtet kjo. Këtë kam dëgjuar nga shumë kush, edhe lexuar në shumë vende këtë deklaratë tuaj. Është e vërtet kjo, mendoj. Por shiko, të vim të eci pak në kohë, mi thënë okay, këto janë normalisht që janë bërë gabime, faje, por ne vazhdojmë për dita bëjmë gabime dhe faje. Po si ka mundësi morë zoti Dosti që kemi ka shumë dje me vajza të shkolluar, kemi ka shumë njerëz që studiojnë në universitetet më të mira të botës, dinë gjuhë të huaja etj. Dhe gjithë i dim problemet, e dim kush është Rama, e dim kush është PD-ja, po si ka mundësi që nuk po del një leadership, një lider i ri. E di pse, sepse ne me sa duket për fatin ton të keq sikom, e ke dëgjuar të shprehen që qeni rrife ty klysh dhe nuk të hamë, ne na rrau komunizmi që klysh. Jo rastësisht Enver Hoxha dhe banda kriminale që ishte në pushtet komunistët për 45 vjet, gjën e parë që bërin ardhi vrau intelektualet, burgosi intelektualet, patriotët, adetarët, njerëzit e punës, tregtarët, ju konfiskoi pasurinë personale të tyre. Pra, bëri masakër ndaj pjesë ajkës së kombit. Dhe me sa duket kjo të trashëgua, dhe ne jemi akoma të tmerruar e të tronditur nga ai 45 vjeçar që do 145 vjet të tjerë të kaloj me pasojat që la mbrapa. Ti më zotëri erdhe në pushtet dhe nuk besoj të ketë pasur udhëheqës të një partie politike në asnjë vend të Evropës lindore që përmbysi komunizmin, si Romania, Çekoslovakia, Gjermania lindore, Bullgaria, Hungaria, Polonia e tjerë, nuk ka pasur besoj udhëheqës që për ketë pasur atë mbështetje të jashtëzakonshme popullore që pati Sali Berisha për vite me radhë
dhe Partia Demokratike. Patjetër, është e vërtetë. Të tmerruar mbas rënies së sistemit në vendet e Evropës lindore dhe e fundit Shqipëria, të tmerruar komunistët u strukën dhe filluan të ikin në masë nga Shqipëria, se e dinin që kishin lyer duart me gjakun e popullit shqiptar. Dhe kur ishte koha për t'i goditur, ne nuk i goditëm. Ne e mbushëm PD-n me sigurimca, ne i mbyllëm dyert persekutorëve politik, ne i përplasëm dyert e dritarëve të urive demokratëve të vërtet. Ne filluam të censurojmë fjalën e lirë. Ne mbytëm dhe vëram median e lirë. Ne nuk i kthyem pronën pronarit. Ne bëm gabime fatale dhe nuk mund të kishte në këtë rrethana kurse si një lider të tillë për cilin ju sapo folët. Kemi trashëguar gjakun më të pisët nga koha e diktaturës dhe fatkeqësisht vazhdojmë ta kemi në trup dhe nuk po e nxjerrim për fatkeqësi dhe për të keqen e atij vendi dhe atij populli. Shiko, mua më dhëm, edhe mua si ty më dhëm, dhe si çdo shqiptari të ndershëm, por mua më duket që kemi atë psikozën e sindromës së Stockholmit si popull. Që ne duam atë figurën lider, edhe pse është dhunues, edhe qoftë, pra jo thjesht dhunues që të rrej pa që të vret, por edhe dhunues psikologjik. Edhe kjo është nga e kaluara Nardi, ti nuk e di ti i ri, por ne Brezion edhe prindrit tanë i kemi jetuar ato kohë populli edhe në dasëm edhe në vdekje. Në dasëm ngrinte dollim për partim, është zotni ty të martohet djali dhe vajza ngrije për çiftim, pse ngrej për partim. Dhe populli nga mëngjesit deri në darkë u lërinte marçën ver nga ditët tona. Pse më të marrin nga ditët e tua, le të bëj ditët e veta që e ka caktuar Zoti. Çu është kjo punë? Ne jemi mësuar me njësin. Ne jemi mësuar me partinë dhe me liderin. E vërtet. Do na duhen të pakën dhe ja 50 vjet të shkëputemi nga ky mentalitet makabër. Ne nuk rrojmë dot pa diktaturë dhe pa diktator. Të po të rregojmë. Se themi 45 vjet komunizëm na mbajtje veri mirë, po zotëri, po këtë 35 vjet demokraci falso që po e mban ti atë popull edhe atë vend të shtypur. Po thuaj se aq, edhe 10 vjet bën aq. Po thuaj se aq. E vërtet. Dhe me tjetër. Për çfarë kohë? Për çfarë thua? Ke 35 vjet ti, që po e bën dhe më keq akoma. Bile se në veri mbajti brenda, Edi Rama po i përzon shqiptarët nga dhe ujë vet. Jo është dhe më e rëndë akoma. Më rëndë, pa diskutim. Pa diskutim, sepse që ose çdo popull ndron qeverinë, Edi Rama po ndron popullin. Kjo është qëllimshme. Eksakt. Po pse më zoti duhet të jesh në Gjermani dhe unë do të jem në Amerikun, kur kemi atë dheun tonë edhe ti dhe unë. Gur i rënd vend vet. Patjetër. Ne nuk kemi gur të rënda as unë as ti, po të paktën gur të atij vendi jemi. Paktën është vendi jonë. Dhe unë e them shpesh, mirë më mirë dakord se do ikim të gjithë, hajde të ikim të gjithë. Po barret, ku të lëm, sa do si marrim do. Po mërë këtë drejt, ke shumë të drejt. Se po ikim, dakord, po ikim për i kafshat buk, po ikim për pak më mirë, po e lëshojmë vendin, ku diun, çdo botë tjetër të tretë, pa dashur me përmend emra shtetësh e gjërash, por varet ku do i lëmë. Dhe mua kjo më dhëm mi fjalë që jemi vrarë, ka shumë psikologjikisht, na është vrarë, ka shumë shpresa, ka shumë fryma. Dhe akoma merremi ne çfarë do bëj Berisha, çfarë do bëj Rama. Ore ne çfarë po bëjmë? Ore pavarësisht se ne jetojmë ku jetojmë dhe kemi një jetë normal, shumë më të mirë nga shumë kushte, nga shumë gjëra që ndoshta në Shqipëri mungojnë, por mos se harro sa ti je gjallë. Emigranti është njeriu pa dhe derisa të mbylli syt. Sepse asnjë atë dhe i dytë nuk mund të bëhet dot. Përveç dheut të tij. Je jabanxhi, gjë tjetër. Je i huaj. Nuk më bëhet më Amerika dhe zotni. Edhe Amerika më ka mbush xhepin, po më ka zbraz shpirtin. Eksakt. Pa diskutim. Shiko, të dalim për te këtyre romancave, sepse jeta e tillë është dhe kush doje e kupton, sepse asnjë nuk ka ikë nga Shqipëria
për qef, pra ka patur rrethana të ndryshme që ka ikur, por edhe pse jemi larg, përpiqemi aq sa mundemi secili në mënyrën e vet të kontribojmë për vendin tonë atje, për prindrit, për njerëzit tanë, apo ndoshta ndonjë mendim për vendin tonë, pavarësisht se s'na pyesin fare. Por meqenëse jemi këtu, zoti Dosi, okej, edhe mosha ime e kupton Shqipërinë, e kupton problemet, i kuptojmë nga çfarë sistemi kemi dalë, etj. Por mua më dhën rinia që po rritet këtu, që kanë lindur këtu, shkollohen këtu dhe kemi ngel në prindrit duke treguar si pralla, na ishte një herë. Por kur vjen fundi punës nuk kanë pikë lidhje me Shqipërinë. Flas pra nuk po punon politika, nuk po punon shteti shqiptar për të përthith këtë rini. Dhe kjo bëhet me qëllimdashje. Para 2-3 ditësh folëm bashkë në telefon, në një bisedë normale për të pyetur njëri tjetrin se si jemi, si na shkojnë hallet punën. Dhe mua më bëri shumë përshtypje një histori që më tregove, për sa i përket të futjes së gjuhës shqipe në atë rajon të Gjermanisë ku ti jeton. Po. Dhe jo pa qëllim të pyeta për kontaktet dhe marrëdhëniet me qeverinë shqiptare, me Ministrinë Përkatëse dhe të tjerë. Sinqerisht më ka mbetur në mend. Shteti shqiptar duhet të jetë promotori dhe duhet të jetë i nderuari në këtë mes, që shqiptarët jashtë atë dheut përpiqen të mbajnë me nder, dignitet dhe integritet gjuhën e tyre, identitetin e tyre, flamurin e tyre, himnin e tyre kombëtar, në një kohë që qeveria e Tiranës ju kthen shpinën, i injoron. Akoma më impret është ky problem në Kosovë dhe sidomos në luginën e Preshevës, ku ne i kemi harruar vëllezërit tanë. Dhe ku flitet e për fëmijët tanë, që i mosh, dhe ke fëmijët në një moshë delikate. Fëmijët e tu kanë ka shumë nevojë për dashuri për atë dheun e prindërve të tyre, sa s'ka ku të shkojë. Ne, kjo qeveri që kemi në krye, por jo vetëm po na përzë, por po na asimilon si kombë. Më vjen keq ta them. Por do përfundojmë si palestinezët e Europës. Më vjen keq, kam respekt për popullin palestinez, për sakrificat e tij për atë dhe, për liri e tjerë, po do përfundojmë si palestinezët e Evropës. Dhe kjo është e tmerrshme. Ta mendosh që jemi kombi më i vjetër në Evropë, jo në Ballkan, në Evropë. Është saktë dhe është vërtet, si thosh, nuk di as gatja nisësh, as çfarë të lësh, por është vërtet trishtim me komplet çfarë po ndodh dhe është alarm kombëtar. Patjetër, dhe nuk e di pse s'pe kuptojmë, mor zoti Dosi. Është instaluar në Ardi para 2 javësh një korporat mediatike sërbe në mes të Tiranës. A e kupton se ç'do thotë kjo? Është instaluar një korporat mediatike sërbe në mes të Tiranës. Dhe këtë e bën qeveria shqiptare e Edi Ramës. Mbas 50-60 vjetësh shkon në Beograd dhe put flamurin serb dhe nuk kthen kokën të shikojë se kush flamuri shqiptar, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Dhe pret në Tiranë me tapet kuq kriminalin Vučić, po kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Dhe i mbyll dyert dhe i thotë nuk kemi çfarë të bisedojmë kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentes Kosovës Vjosa Osmani, po kryeministri ynë tradhtar dhe klyshe shërbëtori serbit Edi Rama. Prandaj janë këto pasojë që i the pak më sipër ti për fëmijët, për ne shqiptarët e emigrantë jashtë vendit, sepse nuk kemi qeveri, nuk kemi më atë dhe që të na mbrojë, nuk kemi më shtet të na mbrojë, nuk kemi më kryeministër e president ta dali për Zot. Ne i kemi të tillë që na kanë shitur dhe na kanë tradhuar prekosh. I shikoj, portin e Vlorës, portin e Durrësit më të vjetër në Mesdhe. Jo ke shitur arabëve. Aeroportin e Vlorës s'mo me adversa kush e ka. Botrintin ja kemi shitur tjetër kujt. Kuksi po ashtu. Kuksi po ashtu, ne kemi nxjerrë dheu në Ankan. Për këtyre palaço renegat dhe tradhtar, hajdut politikan që kemi në krye. Dhe nuk fajsoj vetëm me Ramën. Ta përsëris, Rama është aty ku është, fal dobësisë tonë. E lam ne që të forcohet
Dhe Rama sot e bandat i kriminale janë më të fortë se Enver Hoxha dje. Se Enver Hoxha dje vetëm kishte politikën në dorë. Rama sot ka politikën dhe paranë në dorë. Prandaj kontrollon të gjitha me aq lehtësi. Arsimin, shëndetësinë, rendin, policinë, median, drejtësinë. A ka turp më të madh, a ka skandal më të madh, nuk e di nëse ti e mësove lajmin e fundit sot nga Shqipëria. Gjykata kushtetuese ka urdhëruar rikthimin e Belinda Ballukut në detyrë. E çuditshme. Ka tallje më të madhe me shqiptarët. E çuditshme kjo. Po mirë, shiko, për mendimin tim, gjykata kushtetuese na ka mësuar me veprime të çuditshme, sepse nuk e di, ndoshta unë nuk jam shumë i saktë, por edhe në 2019 që opozita tërhoqi mandatet, parlamenti, sipas mendimit tim, aq sa unë e njoh jurisprudencën, është dash të shpërbëhet, sepse nuk u bë kuorumi, edhe pse hyn këta deputetët tjerë, këta rezervistët, nuk vati 140. Gjyqësori, drejtësia në Shqipëri ka gabime pafund. Po prandaj kjo gjendje atje. Mor zotëri, ty spaku ta merr të pandehur dhe ti e rikthen në detyrë, po s'ka më një njeriu idiot ja thuash do vërduar në kokë. Jo, ty e mu që kemi dy parë mëmë. Një njeriu idiot ja thuash do vërduar në kokë. Jo, kësa i thonë që ti vësh qelsin e shtëpisë në qafë Hajdutin. Po, nuk ka ku të shkoj, ndaç nga ana juridike, nga çdo kënd kapës, nga ana morale, nga ana politike, nga çdo kënd, nuk ka vend ku të rri. Unë e kam jetim, unë e marr pandehur. Unë i prezumoj pasaportën, i daloj udhimet jashtë Shqipërisë, sa ti e kthen në detyrë. Mor zotëri, ti jesh ministër, zvëns kryeministër, kryeministri e personi zgjedhur. I e personi emëruar, nuk e personi zgjedhur. Dakord, nëse do ishte Belinda Balluku apo kushdo tjetër, që ka për kërdim me vjedhje me grabitje, do ishte deputete, po, do t'i dërgojë një kërkesë parlamentit për t'i hequr imunitetin dhe pastaj do të vazhdojë me procedurën penale. Por Belinda Balluku, zvëns kryeministre, është e emëruar, nuk është e zgjedhur nga populli. Është paradoks i kushtetutës sa s'ka ku të shkoj më. Bie ndesh me kodin penal dhe me kushtetutën. I zgjedhuri me të emëruarën. Në rastin konkret Belinda Balluku do të ishte të paktën prej një muaji më parë, mbas hekurave si e pandehur, e gradës parë e spaku. Ora, kjo pa diskutim, po të paktën minimumi mos e kthej në detyrë. Ishte nga rëshqipie, të ishe mandati i deputetit. Të lloj tallje me shqiptarët. Rikthimi i detyrës Ballukut. Po mos ndoshta këta të kushtetuesës kanë parasysh atë deklaratën e Ramës që nga që nuk e kemi ministrin e transportit në detyrë, nuk po vjet në punë linja Rinas Kanada. Me Kanadan, po. Ata në Kanada janë ngritur gjithë grevë dhe po qajnë pse nuk po fluturojnë direkt me Shqipërinë. Po ku ka budallallik më të madh se ky? Ku ka budallallik më të madh se ky? Se s'kemi firmën e Belindës edhe nuk u ngrit avioni. Leqi Air Albania falimentoi pikërisht nga këto, e ke marrë vesh lajmin e fundit. Falimentoi Air Albania pikërisht nga keq përdorimi që i ka bërë Edi Rama me udhëtimet e tij nëpër botë, duke përdorur si avion personal, e nxori jashtë loje përfaqësuesin ajror të vetëm të shtetit shqiptar. Plus me qindra e mira poshtërsi të tjera të Edi Ramës në dëm të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Zoti Dosi, shiko, Rama, qeveria, bashkitë janë këto që janë. Sepse për mua sot nuk kemi thjesht Ramën kryeministër, por Ramën e kemi edhe kryetar bashkie, por edhe drejtor të komunales. Pra që të Rama bëhet, a kuptoni, ke vënë re edhe para disa kohësh u dha urdhër bashkive, hishin në kryetar, ndroni drejtor, ku diun, gjitha me fjalë, nuk sot është komplet në dorën e një individi. Kjo shihet. Sikur ju keni eksperiencë më shumë se sa unë normalisht, nuk besoj që shteti shqiptar ka qenë në këtë gjendje ndonjëherë, duke patur parasysh edhe opozitën e komplet. Pse
ne nuk fituam, pra po themellon për veten ne, ose pse nuk u ndrua pushtetin me 11 maj. Se kur do ishte një qeveri më e dobët. Okej, dakor, po nga kush prisje ti, unë edhe shqiptarët që ta ndronte pushtetin 11 maj? Pyetja ime. Shqipëria është ajo që ti, me atë rezume të shkurtër që për, Shqipëria sot de facto është kthyer në diktaturë dhe ka në krye një diktator. Është shumë e saktë ajo që the. Rama i ka në dorë të gjitha. Mides që nga një drejtor që emëron vet, e që nga një kryetar bashkie që e shkarkon nga detyra në vërmoshën Konispol. Rama është në rolin e një mbretit pa shpallur, por mbret është fjalë e mirë, unë do thosha një diktatori de facto. Nuk kishte Enver Hoxha kurrën e kurrës kompetenca më shumë se sa e di Rama, që ka sot. Kush ta kthente pushtetin që theti me 11 maj? Ta deklaruan që Berisha veti pari. Nuk do të hymë në zgjedhje me Edi Ramën dhe këtë bën deklarat përpara ndërkombëtarëve, përpara ambasadorëve dhe në takimet me kokë me ta, me ambasadorët kryesorë të disa vendeve në Tiranë. Le që mu më revoltoni ashtë mas të fakti që ambasadorët ka kohë që janë kthyer në governatorë në Shqipëri. Janë ata që vendosin në Shqipëri për çdo gjë. Gjë që s'bën vakin asnjë vend të Ballkanit dhe jo të Evropës dhe të botës. Mos e di as në Afrikë, as në Maqedoni biles se kush është ambasadori amerikan. As do t'ja di njeri. Mos ndodh as në Afrikë, kjo zoti dosi. Si? As në Afrikë nuk besoj se ndodh kjo ambasadorësh. Biles ata ishin dje par dje prezent, duke shkelur dhe konventën ndërkombëtare të Vienës, statusin e diplomatit. Ishin prezent në zgjedhjen e kryetarit Spakut. Skandal kombëtar. Ky është skandal kombëtar. Pra, e kisha fjalën. Berisha dhe opozita kontaktuan në ndërkombëtar. E dini se çfarë do bënte Rama me 11 maj. Ishin marrë informacione për çdo gjë, për përdorimin e pushtetit, për përdorimin e medias, për përdorimin e personelit shtetëror, administratës, që thonë, i kishin marrë të gjitha. Opozita u mundua t'i denoncoj shkeljet e parregullësitë e mbështetja, tash majtje kontakte me ndërkombëtarët e tjera. Ndodhën ato që ndodhën. Deklaratat që bëri Berisha përpara zgjedhjeve nuk as njërës për tyre nuk i qëndroi korrekt. Sepse the që nuk do të hymë në zgjedhje me Ramën, sepse ai ka të gjitha në dorë. Pra në këto kushte, kur ai ka të gjitha në dorë ti s'ka asgjë. Përse ripranove të hysh? Kur e dije që ky rezultat do t'ishte. Rodhën ngjarjet më pas, me shumë vonesë dhe e qëllimshme, u bë deklarata e Bashkimit Evropian, e Këshillit Evropian, e OSBE-s, e ODIHR-it e më thash, për zgjedhjet në Shqipëri. Një mal me kritika, me sharje, me parregullësi, më thash, dhe në fund fare, dy rreshta. Zgjedhjet për ne janë të pranueshme. Pra, si mund të ndronim në pushtetin në Shqipëri? Si mund fidonte Partia Demokratike në këto kushte? Kur hajdutët ishin sheshit, shqiptar dhe ndërkombëtar. Kur raporti fundit i OSBE-s, ODIHR-it, për zgjedhjet në Shqipëri, para 2 javësh, 3 javësh, më duket ishte në Tiranë, ishte shefja për zgjerimin e Bashkimit Evropian, Marta Kos, slovene, një ish agent e UDB-s Jugoslave, këtë them me përgjegjësi plot, sepse kam informacionin në dur, ishte për vizitë në Tiranë dhe ndërkohë kishte mbërritur në qeverinë shqiptare raporti ndërkombëtar i OSBE ODIHR-it për zgjedhjet e 11 majit, me që po flasim nadi për këtë temë, dhe gazetari Ambrozia mbeta nga të paktat gazetare reale, profesioniste dhe trime kurajoze që kanë mbetur në atë vend, i bëri një pyetje zonjës Marta Kos dhe i tha, çfarë komenti keni për raportin e fundit të OSBE ODIHR-it për zgjedhjet në Shqipëri? Dhe ajo pa pikën e turpit, me në krah, kishte në krah kryeministri Rama, ju përgjigj, ne ato zgjedhje i konsiderojmë të rregullta, të pranueshme dhe të ndershme. Ky është kulmi. Atëherë çfarë rezultati preti në 11 maj? Okej, shiko, zoti Dosi, unë
jo se dua të bëj oponencë me ty, por edhe për hir të emisionit, unë do përpiqem të bëj një farë oponence, ose një pyetje pak më ndryshe. Okej, këto janë probleme që ne i dim, pra që diskutohen për ditë, janë probleme që shihen, janë probleme që sinqerisht është e çuditshme që nuk ka reagim të fortë edhe nga vetë populli, por a mendon që edhe vetë leadershipi i Partisë Demokratike, sepse nuk duhet të thëmë thjesht Partia Demokratike, ne e dim kush është Partia Demokratike, sepse Sali Berisha nuk është individ, është institucion në Partinë Demokratike. Dhe a mendon që ishte edhe një punë e mbrapsht e vetë leadershipit, duke patur parasysh ato primaret, duke patur parasysh këta drejtuesit e qarqeve politik që i vuri në përqarqe të ndryshme pa lidhje, duke patur parasysh që të gjithë ata të 8 janarit 2022 i kishin gjithë në listë të mbyllura, duke patur parasysh që Josefina Topalli në 2021 ishte kandidatur me partinë e vet në Shkodër kundra PD-s, ku mori vetëm 300 vota, dhe në 2025 e kishte në listë të mbyllur në Tiranë, pa e mbyll partinë e vet. Akoma partia e zonjës Topalli është e hapur në gjykatë. Këtu je shumë i sakt edhe shumë i drejt, sepse më dole tamam në shtek. I kam shkruar Berishës, ju kam shkruar dhe 3-4 drejtuesët Partisë Demokratike, kam kontaktuar dhe ju kam thënë, hiqni dorë nga listat e mbyllura, sepse është vetvrasje. Hiqni dorë nga primaret, sepse nuk sjellin asnjë gjë të re për sa i përket kandidatit që duhet vër Partia Demokratike për zgjedhjet e 11 majit. Deputeti zotëri votohet nga populli, nuk votohet nga lista e kryetarit. Patjetër. Deputetin populli do ta dërgojë si përfaqësuesin e tij në kuvend për të mbrojtur fjalën e tij dhe të drejtat e tij. Dhe jo për të mbrojtur partinë nga del dhe liderin që e cakton. Berisha gaboi shumë rënd me listat e mbyllura. Por kjo historia e listave të mbyllura, ta thash pak më përpara, i përket një marrëveshje të fshehtë ku Rama dhe Berisha modifikuan kushtetutën e Shqipërisë, që t'ju vinte atyre dhe partisë të tyre për shtat dhe bën pazar për listat e mbyllura. Dhe megjithatë, Partia Socialiste nuk gaboi kaq rënd sa gaboi Partia Demokratike për sa i përket listave të mbyllura. Ata patën shumë më pak kandidatë të tillë se sa Partia Demokratike që i pati në masën 70%. Çfarë fitore e prej tij? Çfarë parlamenti prej tij kur këta deputet nuk i ka zgjedhur populli, nuk janë përfaqësues popullit, por janë thjesht mbështetës besnik të liderit partisë dhe kaq? Kjo është paradoksi. Vërtet, është vërtet. Është vërtet dhe kjo është ajo një ndër ato pikat kryesore që e thatë edhe ju më herët, që edhe vetë populli ka bërë një bojkot, një tërheqje totale. Darditallja më e madhe ishte që fituesit e primareve të Partisë Demokratike Sali Berisha i injoroi të gjithë. Asnjëri nuk vu për kandidat. Atëherë për çfarë bëre primaret? Për të krijuar përçarje. Më kujtohet një djalë i mirë nga Kavaja, Ismeta, nuk e di si quaj, fitoi bindshëm në qarkun Kavaj Tiranë, nuk denjuan as ta afronin keselia e Partisë Demokratike. Jo më që se fituesi primareve do të ishte, se primarët donin direkt nga populli, që do të ishte direkt kandidat për deputet i Partisë Demokratike. E degeneruan, e larguan nga PD-ja, sikur të ishte kriminal, jo më demokrati orëve të para dhe fituesi primareve. Kështu ka ndodhur me Edit Harxhi, kështu ka ndodhur me Drena Kalan, kështu ka ndodhur me Keda Kaceli. Dhe kulmi ishte Ilir Ali Mehmeti, ty të kujtohet, fitoi më shumë vota se asnjë tjetër në primare. Absolutisht. Dhe nuk është deputet. Dhe nuk është deputet. Dhe kulmi ishte Jorita Tabaku, fitoi më shumë vota se askush nga ata të PD-s. Se si fitoi punë tjetër, hajde ta diskutojmë. Por ti nuk e çove as për deputete. Patjetër. Pastaj se si rodhën gjërat më mbrapa, u detyruan ta fusin ke lista e mbyllur, më the thash dhe ajo sot është në parlament. Po sa raste të tilla ka me 10. Ke Shkodër, ke Barkspahin në Shkodër, pra që ka qenë në listën e hapur, nuk e futet në listën e mbyllur. E ke ku dush, ke pafund, por që mos të
Okej, këto kanë ikur. Dhe sot janë deputetë, janë deputetë Partisë Demokratike, ata që na dolën me gaz sër për ta enuar, e që na dolën me shko bejsbolli për ta rrahur. Gjekmarkaj, Bardhi, Saliani, etj. Gjekmarkën e ke nën kryetar parlamenti, Bardhin kryetar grupi, që s'ka lënë gjë pa folë, gjë pa bërë, gjë pa thënë. Mbyllura Nardi. Këto janë peshqeshet e listave të mbyllura. Këto janë gabimet fatale të Berishës që Partia Demokratike sot po vuan dhe është në këtë katastrofë. Pa diskutim. Po e di si tha Murrizi sot, e ke dëgjuar Murrizi? Po e lexova. Ka thënë një perl. Është vërtet një zë i fuqishëm. Perl, Partia Demokratike i ngjan sot kullës Pizës. S'ka ku çojmë më bukur. Eksakt. Vetëm është shoqër që e ka bazën e gjerë, sepse do kishte rënë në kohë. Tamam ka thënë. Është eksakt, është shumë e gjetur. Shiko, nëse ju në 2019 i keni dhënë një këshill leadershipit të asaj kohe, edhe për djegjen e mandateve edhe për veprimin që duhet të ndiqnin ata. Çfarë do i këshilloje në këtë moment Partinë Demokratike? Do t'i këshilloja dy gjëra. E para, Berisha do ta mbylli qërën e tij në krye të Partisë Demokratike, sepse çdo gjë ka një limit. Enough is enough, thonë këto në Amerikë. Faleminderit për aq sa ka bërë. Le ta shpallin president deri si të duan, por mendoj se vorbulla e furishme e ngjarjeve politike që ka ndodhur në Shqipëri, në Ballkan, në Europë, në botë, ka evoluar aq shumë sa Berisha nuk mundet më të jetë lideri i asaj partie. Faleminderit për sa ka bërë për atë parti. Faleminderit për çfarë ka bërë, qofse e ka bërë me gjithë zemër për demokracinë e për shqiptarët. Megjithëse unë nuk e harroj kur mos kthimin e pronave tek pronari i vërtet, për zënien e përsekutuar politike APD-ja, dhe thënien të gjithë jemi bashkëfajtorë dhe të gjithë bashkëvojtës, për të cilën ne po vuajmë akoma sot e kësaj dite. Dhe në krye të Partisë Demokratike të vijë një frymë e re, që nuk ka asnjë lidhje me të kaluarën, nuk ka asnjë lidhje as me komunizmin as me socializmin, nuk ka asnjë lidhje me Ramën dhe bandën e tij kriminale në pushtet. Të vijnë pikërisht ata që theti para gjysmore, djemë të rinj, të talentuar, të shkolluar nëpër Evropë. Po si duar më zoti do. Të vinë ata që kanë duar të pastra. Të vinë ata që familjet e tyre nuk kanë asnjë njollë në biografinë në kuptimin pozitiv të fjalës. Të vinë njerëz të ndershëm, të drejtë, të shkolluar, që e duan Shqipërinë, që e duan popullin e tyre. Partia Demokratike duhet të pastrohet urgjentisht nga soroistët, nga ish komunistët, nga socialistët e bashkëpunëtorët e tyre. Pjellat e tyre, fëmijët një për ambesa apo kushërinje parapisit gjak i tyre. Partia Demokratike duhet të pastrohet nga bashkëpunëtorët e fshetë e Edi Ramës, nga ta njerëz si në mëngjes pi kafe me Sali Berishën, në darkë han darkë në Sorrel tek shtëpia e Edi Ramës. Partia Demokratike duhet të pastrohet nga globalistët, nga soroistët, siç e thash, nga pseudodemokratët, nga frikacakët, nga njerëzit e kulisave, si Flamur Noka, Albana Vokshi me kompani. Partia Demokratike nuk duhet të ketë mas një lloj bashkëpunimi, flas për Partinë Demokratike, të re dhe të nesërme, me janaristët e zinj, që i përmenda më sipër. Jo po flisni për këta, por problemi është se këta ku janë? Këta ku do i gjejmë këta? Sepse nuk e kanë lënë të rriten. Aty ke në Tiranë dhe në çdo qytet të Shqipërisë, por politika e ndjekur ndaj tyre, mbyllja e dyrëve dhe dritarëve ndaj tyre e ka çuar Partinë Demokratike në këtë gjendje që është sot. Ky është problemi. Dhe shiko, aty ke përse më fal ta mbaroj. Përse ti duhet të merrje firmat për Edri Shabanin kur i kishte dy kandidaturat të mrekullueshme aty për avokatin e popullit. Besim Drejgjonin Adriana Kalan, që ti thua ku i ke? Ja pra aty ke. Po nuk i do. A mendon që Adriana Kalaja është njeriu më, si thosh, që është tradhtuar më shumë, duke patur parasysh kauzat e saj, protestat, përplasje në SPAK, përplasje me Ramën direkt, me shumë çka, dhe as në listë të mbyllur për deputetë jo, por as
firmat nuk ju dhanë për avokatë e popullit? Më së shumë ti po, unë e njoh Adriana Kalan që kur ka qenë vajzë, sepse shkoja tek si çdo Tiranës, shkoja tek lokali që ka pas babai saj, Kafja Remës, si thoshin në periferi Tiranës. Po e di. Dhe e njoh familjarisht, e njoh shumë herët. Pastaj e njoh nga fakti tjetër që ka qenë ish bashkëshortja e mikut dhe shokut tim të ngushtë Agustin Kolës, futbollisti i Tiranës dhe të kombëtarët të Shqipërisë. Kemi pasur hyrje dalje familjare, pra kam një njohje të gjatë dhe e njoh si person dhe si personazh. Është turp i madh që Partia Demokratike dhe veçanërisht Sali Berisha janë sjell në këtë mënyrë me Adriana Kalan. Të gjitha, për të mos thënë të gjitha, por shumicën e kallëzimeve në SPAK kundër krimit, korrupsionit dhe bandës kriminale të Ramës i ka bërë Adriana Kalaja. E vetme. Duke vënë edhe familjen në rrezik. Mor për e rrëmbyen ke teatri kombëtar, kur kjo ishte një ndër qendrëstaret e rradha për mosshëmjen e teatrit, e ka rrëmbyer. Edhe kanë zunuar, kanë dashur ta fusin në makinë, se unë mbaj kontakte të rregullta me Adrianën prej kohësh. E kanë kërcënuar familjarisht, nuk kanë lënë gjë po i kanë pa i bërë. E kanë sharë publikisht, e kanë ofenduar. Ai Erion Veliaj me shok. Dhe kjo i ka denoncuar. Më shumë se asnjë tjetër. Kjo ka qenë në vijën e parë të përleshjes me politikë kriminale të Ramës, në dashke bashkia, në dashke teatri, në dash përpara SPAK-ut, kudo. Kjo ka qenë në krah dhe në vit parë të demokratëve në çdo protestë të tyre në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë, madje edhe jashtë Shqipërisë, në Itali, në Greqi, kudo që është kërkuar. Adriana Kalaja është një grua me personalitet fort, me karakter fort, me dinjitet, me integritet. Adriana Kalaja nuk është Albana Vokshi, që i thot Sali Berishës Amino Hoxh, i ngre dorën nga mëngjesi deri në darkë. Adriana Kalaja nuk është e kulisave, dhe as atyre që fusin ujë në rrogos. Por pikërisht këto figura nuk i ka dashur Partia Demokratike e kohëve të fundit, që nga kohë, sidomos që nga kohë e Lulzim Bashës, kur e la përqesh Sali Berisha. Tyre ju ka mbyllur derën, edhe kjo lloj PD-je, edhe ky lloj Sali Berisha. Prandaj ne jemi në këtë farë derë gjëje sot. Mu më ka bërë çudi diçka, zoti Dosi. U bë shumë e madhe dhe me drejt dhënia firmave për këtë Edri Shabanin nga 28 deputet Partisë Demokratike. Okej, u lanë si u lanë, u morën si u morën, Partia Socialiste luajti si desh, por nuk dëgjova një qëndrim të saktë edhe nga vetë Berisha për këta që kanë dhënë firmat. Po madje shkuan dhe festuan 35 vjetorin e Partisë Demokratike. Një turp i madh, një turp i madh. Partia Demokratike do të kishte vënë shiritin e zi në krah, ishte ditëzie. Sali Berisha do të kishte dalë pari dhe të kishte sqaruar situatën. Kush i dha këto firma, pse i dha? Me porosi të kujt dhe me urdhër të kujt? Unë të siguroj ty dhe gjithë demokratët dhe gjithë ata që po na dëgjojnë apo na ndjekin. Asnjë mis nuk fluturon dot në selinë e Partisë Demokratike pa lejen, pa urdhrin dhe pa pëlqimin e Sali Berishës. Sali Berisha, sekretari i Partisë Demokratike, duhet dilte të thoshte: kush komandon këtu, kush është i pari, kush është në krye? Unë apo ju që keni marrë dhe keni bërë këto lista me këto firma të turpshme? Se nuk e bëri, sepse është plotësisht brenda në tavë, siç thot populli. Asgjë nuk besoj kurrën e kurrës që mund të jetë bërë pa dijenin e tij. Pse nuk pati kurajo asnjë deputeti vetëm nga këta firmëtarët të dilte të thoshte: po, unë e kam dhënë firmën në këto rrethana, në këtë mënyrë, urdhëruar prej këtij, me porosi të këtij. Asnjë. Të gjithë janë të ndërgjegjshëm në ardhi për atë që kanë bërë. E kanë bërë me koshiencë të plotë. Në një farë mënyrë ke syri të vë të ky Flavio Qarri në mëngjes, nuk e di sa ke mundësi ta ndjekësh, duke patur parasysh që këto është aty që është orë vonë. Pardie, mos qofsh apo po dje në mëngjes, si mbjetën se na kanë bërë lëmsh me këtë gjëra. Tha që në farë mënyrë e thamë fjalë që ka dhënë urdhër sekretari i përgjithshëm. Duke qenë sekretari i përgjithshëm Flamur Noka, pra bie që ka qenë Flamur Noka. Jo, më ta çoj deri në fund atë që nisa. Sepse është vepruar në këtë mënyrë dhe unë sot e mora vesh që më dërguan një informacion më detajuar nga burime shumë konfidenciale dhe shumë të sigurta të besueshme, që 3 pas kanë qenë autorët e përpilimit të këtyre listave. Ervin Saliani, Ilir Ali Mehmeti
dhe Flamur Noka. Por të sigurojnë në mënyrë absolute që për të tre këta dhe për veprimin që kanë bërë ka pasur dieni 100% Sali Berisha. Dhe kjo është bërë për një pazar të fshehtë dhe të ndyrë që është bërë midis këtyre dhe Endri Shabanit, të cilit i është kërkuar mbështetje për kandidaturën e Florian Binajt për kryetar Bashkie të Tiranës. Shiko, çfarë pazari i ndyrë. Dhe me që e kishim fjalën pak më përpara pa Adriana Kalan, këta do ta kishin propozuar si kandidaturën e parë për kryetare Bashkie të Tiranës, plus një vajzë Tirane, që e kishin një plus në favor. As atë nuk e bën. E masakruan tek primaret. E fshin nga lista për çdo gjë. Dhe në fund fare deshin t'i dërgonin kuvendit një listë me 6 emra. Kur u detyruan nga presioni i opinionit publik, arritën ta bëjnë listën me 2 emra, vetëm Drejgjoni dhe Adriana Kalan, të cilët si emra Sali Berisha i pari kur nuk i përmendi, kur nuk i doli në krah, kur nuk i mbështeti. Jemi realist. Kjo është e vërteta. E vërteta dhëm për çdo lloj veshje, thot një proverb amerikan, por luma i veshje duron atë. Shumë e vërtet. Shumë e vërtet dhe por është pa tekst edhe për gjetur fjalët, sepse ato munduan edhe në parlament, edhe në deklarata të ndryshme të bëjnë një justifikim të pa justifikueshëm. Nuk ka asnjë lloj justifikimi. Me ato firma, ata firmosën vdekjen politike të PD-s. Shiko, zoti Dosi, ju çfarë tha shumë bukur që duhet PD-ja të rinovohet. Po të lënë këta të rinovohesh? Asnjë gjë nuk vjen peshqesh, po luftove nuk fiton asgjë. Partia Demokratike ka dhënë prova për betejat e saj në vitet ndryshme dhe ka arritur të fitoj shumë herë. Por, unë nuk e kam parë kur ndonjëherë Partinë Demokratike në gjunjë si kësaj radhe, të dorëzuar, të shpartalluar, të tradhuar, me humbje besimi, me humbje morali politik, me humbje shprese. Ti je i sigurt. Jam e them me bindje absolute, por me dhimbje të madhe në shpirt. Nëse nesër do të bëhet një thirrje për të dalë demokratët në shesh, nëse do dalin më shumë se 100 veta, unë nuk flas më dhe mbyll gojën sa t'jem gjallë. Nuk e shkon më njëri nga mbrapa. Nardi nuk e shkon më njëri nga mbrapa. E kuptoj, ne penshojmë ato fërtorët që po përpiqen t'i bëjnë para kryeministrisë, ku po diun tash. Por pak a shumë e kuptova. Jo, pak a shumë e kuptova edhe nga konteksti juaj, por ç'është kjo lëvizja e Saljanin? Është një lojë e vetë Berishës për të thënë që kam dikë përballë që po më kundërshton dhe në prill kur t'jenë ato zgjedhjet e famshme të jetë prapi pa konkurrueshëm, apo është një lojë e Ramës? Çfarë është kjo? Pyetja është e zgjuar. Pyetja është e zgjuar. Shiko, e para njerë, që kur u rikthye Berisha në krye të PD-s mbas arrestit shtëpiak 1 vjeçar dhe premtoi për rinovim, premtoi për spastrim dhe mos harro tha një shprehje që së pari na takon të pastrojmë shtëpinë tonë. Kujtohet? Eksakt, patjetër. Patjetër që po. Të gjithë personat se gjërat do ndryshonin për mirë, aq më tepër që Berisha vinte i karikuar si asnjëherë tjetër, mbas një padrejësie që i bën, sepse ishte padrejësi. Ti jemi realist. Në ngratën e tij ishte padrejësi. Edhe menduam se do të ndodhte kjo. Por nuk ndodhi. Nuk ndodhi. Dhe pse nuk ndodhi? Dhe pse rrodhen gjithë këto ngjarje? Besoj se gjatë këtij bashkëbisedimit ton i kemi dhënë shumë përgjigje. Patjetër. Që s'don vend. Tashti, më saktësisht edhe një herë të lutem pyetjen tënde? Jo, thash kjo lëvizje. Më koncil. Kjo lëvizje e Saljanit është një lojë direkt e Berishës
për të thënë që ja ku kam një që më konkuron një përballë. Po, e ka pa fillim. Apo shiloj e Ramës, që vazhdimisht themi që Rama po shkatërron opozitën. Së pari, kur u kthye Berisha, se këtu e kisha fillin e bisedës, prandaj të kërkova të ma përsëritësh pyetjen, të lutem. Saliani me kompani, me Gazbardhin, me Gjokmarkat, e me Açkat, e me Joridat, e me Ida, Ina Zhupa e tjerë, nuk duhet ishin afruar më në Partinë Demokratike. Do të ishte mbyllur dera për gjithmonë. Sepse buka e thyer nuk ngjitet, thot populli. Patjetër. Ishin këta që dolën demokratëve me shkobetbolli dhe me gaz sërb, thirrën për ndimin dhe policinë e Ramës dhe i masakruan sikur të ishin kriminal. Ishin këta, Adi Beja me kompani, që i vodhën Partinë Demokratike, logon, Selin, Flamurin, Vullën, dhe ti e di shumë mirë çka ka hequr Partia Demokratike dhe vetë Berisha për t'ia rikthyer për gjithë këta. Atëherë, përse e bën mërzotri këtë bashkim falco, kur buka e thyer nuk ngjitet më? Dhe normal që nga Saliani, i cili thotë se bëra burg për PD-n, që nuk absolutisht nuk ka bërë burg për PD-n, bires PD-n ai e ka bërë pis me atë lloj burgu që bëri dhe për arsye pse e bëri. Saliani nuk do të ishte afruar tek PD-ja, ai jo më të ishte dhënë kaq shumë liri sa i ke dhënë ti Zoti Berisha dhe ju antar të Këshillit Drejtues e të Kuvendit Partisë Demokratike, sa Saliani sot ngrihet, ai ka drejtën e vetë, le ta bëjë si dojë në çfarëdo forme. Por jo të ngrihet në emër të Partisë Demokratike dhe të inicioj gjoja një lëvizje të re. Druaj shumë se Saliani, Ilir Ali Mehmeti dhe 3-4 të tjerë, pa diskutuar Flamunokën që ka kohë që i shërben Ramës dhe Kastratit, me fakte jo me fjalë, sepse Flamunoka është thyesi i grevës së kuksianëve në rrugën e Kombit, që nuk e harroj sot jetë as unë, as demokratët e vërtet. Dhe këta, këta janë njerëz të futur nga Partia Demokratike, Partia Socialiste dhe personalisht nga Edi Rama, si kaltroje brenda Partisë Demokratike, për t'i dhënë Partisë Demokratike shkelmin e fundit për shpërbërjen e saj. Ky është mendimi im absolut për Salianin dhe çdo lloj lëvizje të tipit Saliani. Shive, e di se po të mbaj pak gjatë, pak shumë, por kemi shumë për të thënë, kemi shumë për të thënë, shumë për të folur. Jo se ne po i zgjidhim këto probleme. Për të paktën po përpiqemi t'i themi në mënyrën tonë sa më të thjeshtë për ta kuptuar dhe ata që na dëgjojnë apo për të marrë informacion pak më ndryshe. Unë besoj se kemi folur shumë shqip, shumë dëshmërisht, shumë thjesht. Eksakt. Por dua të kërkoj një mendim, pra të bëj një pyetje për të marrë një mendim tënd. Do ishte mirë, pra, kjo Partia Demokratike që është sot, mendon që do ishte më mirë të kishte një rithemelim nga fillimi? Baret për çfarë lloj rithemelimi ke fjalën ti, se e folur disa herë për rithemelim. E shikoni të mundshme që kjo parti që është sot, me këtë që është sot, me këto struktura që është sot, kjo parti të bëhet forcë për pushtet nesër? Jo, absolutisht jo. Nuk e shikoj. As të mundshme, as të arsyeshme, as legjitime. Nuk ka më moral politik kjo lloj Partie Demokratike dhe ky leadership i saj të vazhdojnë të udhëheqin Partinë Demokratike. Historia e firmëtarëve të Shabanit i vuri vulën kësaj Partie Demokratike për turp. Shumë i qartë. Je shumë i qartë në fjalën tënde. Je jashtëzakonisht i qartë. Nuk do lëm pa shmang fare, sepse dje është zgjedh edhe drejtuesi i ri i SPAK-ut. Tash nuk e di se sa ke ndjek apo sa e ndjek ti SPAK-un. Po, e kam ndjekur, kam qenë kontakt vazhdues. Dhe kush është mendimi jot për SPAK-un në përgjithësi, por më aq sa njëri keni për zotërin që u zgjoll, drejtuesi i SPAK-ut, dhe që në Shqipëri flitet që ishte i përzgjedhur i amerikanëve. Shiko, fakti që 3 çelësat kryesor të drejtësisë tashmë haptas i fare dhe qartas i fare i kanë dorë Rama, nuk ka nevojë për asnjë komenti të tepërt. Shefi i BKH-s zgjidhet Jon Keta, i biri i Hysen Ketës, ish avokat, drejtues, gjykat, prokuror i kohës komunizmit.
nipi herojt popullit kohës Enver Hoxhës Myslim Ketës, nipi ish drejtuesit të Shikut, e tjerë. Avokati i popullit zgjidhet Endri Shabani dhe nuk e zgjodhi as Rama as Partia Socialiste, por të jemi të drejtë e të ndershëm përpara opinionit publik, ja bën gati dhe ja vun në pjatë Sali Berisha dhe Partia Demokratike. Dhe e treta, zgjidhet shefi i ri i Spakut, Hodor, Klodian Hodor. Klodian Braho. Klodian Braho. Vetë prezenca e ambasadorëve në zgjedhjen e tij, duke shkelur çdo lloj ligji ndërkombëtar, në mënyrë të veçantë konventën diplomatike të Vjenës, është skandal më vete dhe përbën një alarm jo për drejtsinë shqiptare, por për krejt shtetin shqiptar dhe për vetë Bashkimin Evropian. Shqipëria nuk ka ambasador, po ka governator. Dhe Shqipërinë nuk e drejtojnë politikanët e saj, por ambasadorë, governatorët që ndodhen në Tiranë. Është dëshira e tyre, për zgjedhja e tyre, për një personalitet kaq të lartë të drejtësisë shqiptare, dhe pse jo, në rrogos dhe të pa thënat, pa deklaruar, edhe të 10 ministrave apo deputetëve, se ka pas raste të veçanta, ku në mënyrë të veçantë kanë ndërhyrë 2 ish ambasadorët amerikanë në Tiranë për zgjedhje të tilla. Donald Lu dhe Yuri Kim. Dhe Yuri Kim, pa diskutim. Këta dy i kanë hyrë me kokë. Këta kanë ndërhyrë me kokë, si e thonë. Po arriti puna deri aty sa Donald Lu arriti, guxoi, i hyri në zyrë kryeprokurorit të Shqipërisë, Adriatik Llalla, dhe e kërcënoi me jetë. Deri këtu ka mbërrit ai shtet. Çështja e kësaj kompanisë naftës, Alpetroli. Naftës, po, eksakt. Bankers Petrolium. Bankers Petrolium, po, eksakt. Se s'po vinte emri. Dhe ndodhi një skandal i tillë. Pra, ky popull ka të drejtën e Zotit të besoj. Dhe s'ka pse ta akuzoj, po të besoj, realisht besoj, që gjithçka është e kurdisur fatkeqësisht në kurrizë të tij. Nga një grusht maskarenjsh, horrash, hajdutësh, tradhtarësh, shqiptarë dhe ndërkombëtarë. Ma e ngot. Kjo është fatkeqësia jonë e madhe. Zoti Dosi, unë i falenderoj të gjithë ata që më kanë shkruar, të gjithë ata që kanë shprehin mirënjohje, shprehin pyetje, drejtojnë pyetje etj. Po do më lejosh për fund të përzjell një pyetje sepse po më duket shumë interesante. Përshëndetje, thotë Leonard, thotë respekte pafund për emisionin tuaj dhe për të ftuarin, thotë është hera e parë në jetën time, thotë në çdo media, dhe unë në përgjithësi thotë ndjek çdo media, çdo emision politik në mediat shqiptare, por është hera e parë që po dëgjoj një burr që flet kaq drejt për drejt dhe kaq me shpirt, ku thotë besoj se edhe syti ka me lot duke folur. Të lutem më bëj një pyetje, a ka ardhur koha që diaspora të organizohet qoftë me një konfederat, qoftë federat, qoftë në lëvizje politike, apo që të jetë, por të jetë e nisur e iniciatuar, më falë se për në live, nga vetë diaspora? Po, pyetja shumë e vënd, shumë e drejt, shumë e sakt, dhe Më duk shumë interesante dhe ndaj e përzgjodha. Është interesante, është pyetje e një njeriu me zemër që e do vendin e vet, popullin e vet. Jo thjesht dëgjues. E falenderoj personin në fjalë për pyetje. Po. Përgjigjja ime është po. Ka ardhur koha, madje jemi shumë të vonuar. Diaspora do të ishte organizuar shumë vite më parë. Të paktën, minimumi që kur Rama dhe bandat i kriminale erdhën në pushtet dhe po vazhdojnë të qëndrojnë dhunshëm në pushtet. Jo më kot çdo gjë e mirë në përgjithësi në historinë tonë kombëtare, Shqipërisë tonë të dashur i ka ardhur pikërisht nga diaspora. Edhe sot jemi realist. Kur në atë Shqipëri askush nuk punon. Shqipëria as nuk prodhon. Nuk është se e mban atë popull Rama e qeveria e tij apo lëmoshat e tij për pensionistët, por e mban djersa dhe gjaku e emigrantëve. Janë këta që e mbajnë shqiptarët ende gjallë. Se tjetë për Ramën dhe për qeverinë e tij, apo për farsën e maskareve politikanë që Shqipëria kanë krye,
ai vend, ai popull do kishte vdekur prekosh. Jo më kot. Vite, dekada përpara shqiptarët thoshin, mbau nëna mos ki frikë, se ke djem në Amerikë. Është vërtet. Diaspora duhet të mblidhet, të organizohet dhe fuqishëm duhet i dali për zot fateve të kombit vet, të popullit vet. Është vërtet sepse kemi shumë eksperjenca që diaspora, për shembull diaspora rumune në Rumani para disa viteve ndryshoi qeverinë. Apo edhe në Bullgari, pra kudo diasporat po japin një shembull ndryshe për vendin Po ja e ku tyre. ke rast konkret dhe këtë freskët. Diaspora në Kosovë kanë mbane krye Albin Kurti dhe bravo i qoftë. Eksakt, shumë e vërtet. Ja ku është i njëjti shteti joni është. E kemi shembull. Absolutisht. Zoti Dosi, nuk e di ke diçka për të shtuar që ne o përpoqem të themi disa gjëra aq sa na kujtuan apo aq sa ne mundemi me atë këndvështrimin ton, por nëse ke diçka që ke dëshirë ta shtosh apo që ne sa vajti mendja ta cekim, mundesh të na thuash. Jo, unë do t'ju falenderoja ju për kohën që i gjetët, për ftesën dashamirëse që më bët. U mundova me gjithë shpirt, me mendje të ftohtë, me logjik ftohtë, t'ju përgjigjem, t'ju respektoj, të kem shumë respekt për dëgjuesit e radios tuaj, të kem shumë dashuri dhe urim për mirësi, mbarësi për çdo familje shqiptari në Shqipëri dhe në mënyrë të veçantë për gjithë ata që janë detyruar të ikin nga Shqipëria, jo për qef, po për hall, ose më saktë nuk kanë ikur, po i përzun. Dhe t'ju them shqiptarëve, është vërtet koha t'i vëmë gishtin kokës. Po na rrëmbejnë atë dheun. Po na shpërbëjnë si popull. Nesër brezat do na mallkojnë. Patjetër. Në fakt jam i prekur. Jam i prekur, por nesër brezat do na mallkojnë. O burra, të marrim në duar fatet tona. Mos presim nga politika e pisët dhe nga një grup maskaren që na kanë shitur e tratuar kaq herë. Shqipëria është e jona, edhe pse koha është e maskareve. Shumë prekës kjo mbyllje juaja, saqë unë vetëm të përqafoj nga larg, të përqafim shumë të përzemërt dhe shpresoj që mos të kem mërzitur, por të jemi edhe në herë të tjera, inshallah të jemi për gjëra pozitive, herë të tjera, por shpresoj që Jo, për të mërzitur nuk më ke mërzitur, por më hape plagë të mëdhaja, sepse siç thash jam demokrati orëve të para dhe i kam përjetuar gjitha ngjarjet, jo thjesht si qytetar, si gazetar, por i kam përjetuar edhe fizikisht në kurrizin tim. Ndaj sot nuk jam në dheun tim, po jam kaq larg këtij. Dash Zoti, e kthehemi një ditë dhe ta ndërtojmë atë vend, sepse u thash, nëse gjithë do ikim dhe hajde të ikim, okay, po ikim, por varret e gjysheve, varret e të parëve tonë, historinë e të parëve tonë, ku do lëmë, atë se marrim dot. Dhe atë Zot ta falim asnjëherë. Kjo pra është. Prandaj do t'i vëmë gishtin kokës sikur ndonjëherë. Jemi në udhkryqin më delikat të historisë tonë kombëtare. Kur nuk kemi qenë kështu. Patjetër. Nëse dikur kemi luftuar me pushtuesin, sot janë duke na përzënë. Po pushtuesin e ke përballë, edhe o do të vrasë o do e vrasësh. Po diskutim. Po ne po e kemi pushtuesin dhe armikun brenda nesh. Dhe po na përzë. Kjo është më e tmerrshmja. Kjo është më vërtet. Mirënjohje Zoti Dosi dhe dash Zoti po më e mira. Ju falenderoj dhe ju uroj një weekend të mirë, edhe gëzuar festat që kemi përpara. Amin, inshallah gëzuar. Shqipërinë e bekoft Zoti dhe shqiptarët i bekoft Zoti, e u rikthefshim
Zotër ta dheoton. Amin inshallah. Dash Zoti, se këtë e duam të gjithë, sidomos ne që jetojmë larg, edhe ëndrat i shohim atje. Natën e mirë, fundjavë të këndshme, zoti Dosi, dhe mbasdite të bukur, sepse atje ke ju është akoma mbasdite, po zbërë mirë. Natën e mirë dhe ju falenderoj ju dhe të gjithë dëgjuesit tuaj. Mirënjohje pafund. Të nderuar miq, tani ju e dëgjuat vetë, të gjithë ata që patën mundësi të na ndjekin sotme, ka qenë një emision tej mase i mbushur me emocion, me mlef, pra gjithmonë ai mlefi në mënyrën pozitive për të ndryshuar diçka në vendin tonë, por ato emocionet e jashtëzakonshme që ne përjetojmë për vendin tonë. Dhe unë nuk kam çfarë të shtoj për fund, sepse të gjitha i tha i ftuari zoti Adriatik Riza Dosi, i cili edhe me lot e përcolli bashkëbisedimin tonë sonde, por sidomos fjala mbyllëse e zotit Dosi ishte brillante, ishte edhe temase emocionale. Unë besoj që edhe për ju ka qenë një emision emocionues, një emision, të më falni edhe mua për lapsus, sepse është vërtet e vështirë të përballosh të tilla biseda dhe me njerëz si puna Dosit, që është qenor të para të demokracisë, person që ka dhënë gjithçka dhe është përpjek për gjithçka për vendin tonë dhe sot jeton përtej oqeanit. Miq, dhe sonde këtu e mbyllim Horizont. Mund të ndiqni ritransmetim nesër në orën 13 në radio, pra Window Radio, pra sikur e thash, mund të gjeni në disa platforma, në TuneIn, në Radio Box, në Radio Shqip, mund të gjeni në Google, në website-in zyrtar windowradio.de, po ashtu emisioni do jetë edhe në YouTube, në faqen Horizont Window Radio DE. Dhe unë ju përqafoj të gjithëve, ju them natën e mirë dhe mirë uri dëgjofshim nësë mbrëma me të ftuar të tjerë dhe me surpriza të tjera. Natën e mirë nga unë Leonardi. Horizont nga Leonard Koja në windowradio.de.